Mbledhja e 10 e qeverisë u mbajt me strukturën e njëjtë, por për shkarkimin e Aleksandr Jablanovicit, siç e kërkuan opozita e qytetarët që protestuan 2 ditë më parë, asgjë u bë fjalë. Vetëm se u kritikuan organizatorët e tubimit të së shtunës që përfundoi me akte vandale. Qeveria kërkon nga subjektet politike dhe liderët e tyre që synimet dhe ambicet e tyre politike të realizojnë përmes zgjedhjeve të lira dhe demokratike e jo të shfrytëzojnë pretekste të ndryshme, përfshirë dhe deklaratat e pamatura të qeveritarëve për të arritur qëllime politike. Ndërsa ministri Jablanovic sërish këmbguli se deklarata e tij u keq interpretua dhe se ndihet keq për këtë. Por u shfaq mirënjohës që pati për krajen e qeverisë në këtë valë reagimesh. Unë ju falenderoj që si antar të këtij kabineti keni mirë kuptim për deklaratën dhe po e kuptoni se ajo nuk ka pasur asnjë qëllim ofendues për asnjë qytetar e aq më tepër për ata të Gjakovës. Çështja e Jablanovicit u diskutua pas shqyrtimit të projekt programit kombëtar për reformat në ekonomi të vitit 2015 e po ashtu raportit vjetor financiar për ekzekutimin e buxhetit dhe bilancin e fondeve për vitin 2014. Madje te kjo pika e dytë, ministri serb u kujdes t'i ketë gjërat e qarta te programi i reformave ekonomike. Dua të di nëse pika 2 e përfshin edhe Trepçën dhe në çfarë mase a është parapar strategjia për Trepçën për vitin 2015. Përgjigje mori nga ministri që i prezantoi raportet. Janë të përfshima edhe pikat e programit qeverisë, përfshi dhe Trepçën. Edhe ndërmarrjet tjera publike edhe si do veproj me AKP-n edhe me çështje tjera që prekin fushën ekonomike. E kryeministri Mustafa këtu tha se është i vetëdijshëm për problemet me të cilat po ballafaqohen qytetarët, mirë po u zotua se angazhimi i tij për realizimin e prioriteteve nuk do të mungojë.